Jemi rikthyer kështu bashkë në blokun e tretë Kosova Today për ditën e sotme në këtë super dinamik, ndërkohë teksa jemi live, ko pas kohë do të cilë në pamje nga shtëpia e familjes Thaçi, aty ku po qëndron pra brenda ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Kemi kuptuar që djali i tij nuk është aty, pranë tij, nga Index Online shkruan se Thaçi është vetëm pranë familjarëve gra, jo burra, por kjo është temë tjetër. Deri atëherë derisa të kemi ndonjë lajm të re, do të flasim për ngjarjet që po ndodhin në Turqi. Saktësisht në Stamboll ka qenë policia turke që ka përdorur plumba gome dhe gaz lëkëqellës për shpërndarjen e protestuesve që u mblodhën në Stamboll si pasojë e arrestimit të kundërshtarit kryesor politik të Erdoganit, Ekrem Imamoglu. Cilat ishin synimet e protestuesve? Do të ketë ndikim ajo tek qeverisja e Erdoganit apo e ndjen Erdogan rrezikun se ishte pra vet Imamoglu që e sfidoi? Do të flasim në këtë panel me dy të ftuar që janë dy nga fytyrat kryesore kur bëhet fjalë për çështjet gjeopolitike pra të Kosova Today. Lutfi Vidalli është me ne, kënaqësi të kemi këtu. Është dhe kënaqësi. Faleminderit shumë Olsi Aziçi, përshëndetje dhe mirë se vjen. Mirë se u gjej. Faleminderit shumë Olsi. Atëre, Vidalli, e kishim parë vetë rezultatin zgjedhor. Imamoglu si rrallë herë dikush në aspektin politik e sfidoi Erdoganin, ja humbi Stambollin dhe hakmarrja pritej. Ishte vënë bast madje se të gjejë mënyrën se si do hakmerret Erdogani. Pra, është kështu duke u lexuar kjo. Mund të lexohet ashtu, por unë mendoj kemi cek edhe më herët në këtë studion e juaj që viti 2025 do të jetë viti i protestave. Gjithandej. Shumë vende dhe besoj që ashtu prognoza po del. Ja, s'është ajo çështje profetike, mund ta them, po që një prognozë që me siguri lidhet me shumë ngjarje që po ndodhin jo vetëm në regionin tonë, por këtë rast konkret me Ekrem Imamoglullun, liderin e CHP-s ose Partisë Socialdemokrate, një parti e liderit të quajtur shpirtëror të shtetit turk Ataturkut nga viti 1923, do të thotë partia më e vjetër, e cila ka qenë shumë laike dhe në distancë nga religioni. Edhe pse në Turqi sot është, mund të them kështu, në mod, edhe pse je laik e drejtim Ramazan edhe vakte fal. Por kjo është çështje që mendoj që në konveshtrim i tillë i problemit të kësaj partie qëndron që pushtetit konsumon, bin 20 vite pushtet Tayyip Erdoganit, dhe mendoj që efekti i tërë kësaj dhe ajo që ka ndodhur në për rrugët e Istanbulit, por edhe të Ankaras, mendoj që jo që fort mund ndikon të pushteti, sepse mos harrojmë se tërë Evropa është në protesta, mund të them. Edhe mendoj që meqense evropianët rreth Turqisë rrin gati bukur shpejt dhe presin me gëzim që do të ketë ndonjë ndryshim në pritje e tyre duke pritur godor. Por kur ngopet Erdogani është pyetja, sepse gjithatë kundërshtarit i tij shekullor, po e them kushtimisht kështu, Güleni ndroi jetë, shumë kush e kishte parashikuar se edhe strukturat e tij do të zbehen për faktin që nuk është lideri më me Partinë Kurde, gjetën një farë kompromisi, një farë paqeje, sot del të jetë Imamoglu, pra nuk i duron kundërshtarët. Zona Barami, të jem ma konkret se kam qef të shfrytëzoj kur janë emisionet musmein në teorinë asë të jem për truza shkencore se në ligjërime në universitete, por mendoj që Erdogani e ka një lloj destabilitetit brendshëm. Mirë po e ka një përkrahje shumë të fuqishme të jashtme, dhe është një lider karizmatik që pa një teori të konspiracionit a punon për Opus Dei, a punon apo ato organizata që udhëheqin, mund të them, në mënyrë botën, është një lider i cili në një farë mënyrë ka edhe telefonata me Trumpin, ka qenë shumë, mund të them, interesante, kur një farë mënyrë dhe ti e zotëria i Sirisë. Dhe mendon që Siri nuk ka paqë. Siria ku me pas destabilitet. Dhe ky destabilizim që ti bëhet edhe me fqin Turqisë, mendoj që ka pak ato elementet që fillon në Turqi një pozitë fort dhe të ketë një lider. Meqense thon drejtën, Turqia me përjashtim të Imamoglus, mendoj nuk ka figurë të... Po, nuk ka të tjerë. Thot drejtën, 2028, kur marrën zgjedhjet presidenciale, besoj që do shkojnë me Hakan Fidanin. Mirë, Erdogan pjesë organizatave që udhëheqin botën, Olsi? Erdogani me modernizimin dhe fuqizimin ushtarak të Turqisë, me ndërhyrjen turke në Siri për të hequr nga pushteti Bashar al-Assadin, duke qenë që Turqia është vend i NATO-s që ka ushtrinë
dytë më të madhe në NATO pas SBA-s. Erdogani është nga udhëheqësit apo nga liderat më të rëndësishëm të Perëndimit. Po më bën zër Jeko, a mund të reduktohet pak Jekoja? Po, më vjen keq, tani do e rregulloj, besoj se e di që ke fshirë gjithmonë. Dhe do më thënë, sigur e përmendja edhe zoti Bilali, Erdogani është një nga njerëzit më të fuqishëm të planetit tonë. Por duhet të sqarojmë diçka që sot e kësaj dite politika amerikane është më mbështetëse ndaj Erdoganit se sa ka qenë fjala bie në vitin 2011, 2012, 2014, 2016, kur në atë kohë amerikanët kërkonin që ta largonin nga pushteti dhe provuan një sër skenarësh që nga protestat e Gezi Parkut, ku në atë kohë koordinatoria amerikanëve ishte Yuri Kim, e cila më pasi qeveria dhe miti turk do ta tregoj si personin kyç që nxiste protestat kundër Erdoganit, amerikanët do ta largojnë nga Turqia dhe do ta sjellin në Shqipëri. Më pas do kemi grushtin e shtetit që u bë nga CIA dhe gylenistët në 2016, por sot me trazirat që ka Perëndimi e para lufta në Palestinë, domethënë lufta e Izraelit me boshtin e rezistencës, i cili udhëheqet nga Irani, dhe lufta në Ukrainë me Rusinë, e detyrojnë Perëndimin që të bëj një syqor për atë që po ndodh në ditët e fundit në Turqi. Sikur këto që po ndodhin tani në Turqi, pra që kreu i opozitës të arrestoi, të shpallej terrorist dhe presidenti dhe qeveria turke të censuronte çdo gjë që nga Twitteri deri tek WhatsAppi, sikur këto të kishin ndodhur në kohën e presidentit Biden apo Obama, amerikanët do kishin bërë shumë trazira. Po sot administrata e presidentit Trump, e cila nuk është intervencioniste, për mendimin tim kërkon që Erdogani të rrinë në pushtet, dhe mendoj që për këto arsye ne do të shohim ndoshta shtypjen me dhunë të opozitës, sigur po ndodh në këto momente, nga që amerikanët duan stabilitet në lindjen e mesme. Po, megjithatë u përdorën plumbat po, zotri Bilali, nëse keni një koment për ta. Ka drejtë në shumë elemente Jazazi, po mendoj për më ardhë pushtet, ka erë në disa raste duhet burgosësh, pastaj ma vonë të krijohen hapësira për të ardhur te pushteti. Dhe mendoj mund të jetë njëra ndër lojnat e tilla ma të gjona, meqense Turqia, mund të them në aspektin global, unë e them nuk është fuqi regionale Turqia. Turqia fuqi regionale plus, sepse ka arritur ato kondita, mund të them nga 3 nën fuqit, Brazili, India, po ashtu besoj që edhe Iranin këtë hap, dhe Turqia shkojnë në këndarjet e tillë të një fuqie që ka, është respektable sot në gjeopolitikën botërore. Por mendoj që protestat e tilla dhe do të zgjasin, me thonë, në atë formën e kurdisur, sepse kjo është kohë shërbimeve të cilat kryjnë punë. Për shembull, ke informacione që dikun paralajmërohen që këtë vit, këtë muaj dhe këtë orë fillojnë protestat. Pra, edhe këtu në Stamboll janë të stisura, janë të koordinuara nga dikush? Besoj nevojitë Turqia, një vend të 3 milion banor, do thotë ke spektër të gjerë, kolerat të gjerë, të interesave, gjanave, do thotë Turqia nuk është vetëm një anë afty, nuk është vetëm Istanbuli në këtë rast. Si që ka pozitën e ka dhe realitetin, a? Por a kanë qenë të kurdisura, mendoj që shifni politika turke tradicionalisht ka përdorur dorën e fortë. Sepse po, aludoni në grushtet, në qka? Ka qenë atu, kur nuk ka udhëheq sektori civil, do thotë ka pas aparatin, sidomos gjeneralshtabi i ushtrisë turke. Kanë qenë, po thëmë disa raste edhe general turk me përjore shqiptare, si që ka qenë Evreni. Do thotë hapat e tillë që në bon Turqi ka pas një lloj sistemi mix. Mirë, po sot momentalisht, besoj Turqia i ka mundësi të jo të arrijë demokratizimin. Se më thot drejtën atu ku folën për demokratizim dhe reforma, mas pak të ka demokraci. Mund të thëmë sot jemi një kaos stil definimit modeleve.
Dhe mendoj që nuk përjashtohet edhe të Turqia. Me qenë se mendoj që Trumpi, por edhe Putini, si lider botror ka një konsiderat për Erdoganin dhe mendoj që lëvizjet mëdha nuk do të kemë në Turqi, mund të kemë dhunë, mund të kemë protestat shumëta, si që përmendi Jazaxhiova dhe me parkun Gazin në Istanbul, por besoj që Turqia për të gjetë vetën në koordinim për të bëni transfer të pushtetit me zgjedhje të drejta dhe të lira, është një kohë që do të pritet shumë. Mirë, ose kur jemi tek agravimi i këtyre protestave, rikthejmë ngjarjen e gushtit të para disa viteve, një tentim puç ndaj Erdoganit, kur u kuqarua mirë nëse ishte e vet i nisur nga ai apo nga kundërshtarët politik. Çka ndodh tani? Mund të shkojë kjo situatë e protestave drejt një grushteti apo s'kan fuqi për të arritur atë? Sikur presidenti Donald Trump mos ishte presidenti i SBA-s, ne me do mos do të kishim grushteti. Por në këto momente kur amerikanët po mundohen që të bëjmë paqe në Ukrainë, edhe duke ditur në anën tjetër që kemi lobin franco-britanik të cilët nuk duan paqe, duan luftë, qeverisë amerikane i intereson Erdogani. Erdogani që nga fillimi i luftës në Ukrainë ka qenë i vetmi udhëheqës i NATO-s, ishte edhe Orbani i Hungarisë, por Erdogani ka peshën më të madhe nga që Turqia është edhe vend kufitar me Ukrainën dhe me Rusinë, i ndan deti i zi, dhe domethënë Erdogani ka qenë një nga personat kryesor që ka bërë thirrje për negociata dhe mbylljen e konfliktit në Ukrainë me negociata. Dhe sikur përmendi zoti Bilali, si Putini, ashtu edhe Trumpi, ata e shohin Erdoganin si një lider të fuqishëm. Në anën tjetër, duhet kuptojmë edhe rolin gjeopolitik të Turqisë. Amerikanët në ditët e fundit të presidencës së Bidenit përdorën mitin turk për të rrëzuar Bashar al-Assadin nga pushteti. Dhe qeveria e re tekfiriste, xhihadiste që është instaluar në Damas, ajo mbështetet nga Turqia. Një rënje e Erdoganit do të vinte në problem shumë të madh ekzistencën e regjimit në Siri. Dhe duhet kuptojmë edhe diçka tjetër, që një përqindje shumë e madhe e popullatës turke është bektashiane, alevite, dhe alevitët e Turqisë janë të tmerruar me masakrat që ata po shohin që grupet xhihadiste janë duke bërë alevitëve të Sirisë. Në anën tjetër, partia GHP e Ekrem Imamoglut, apo partia e Ataturkut, ajo historikisht ka ndjekur filozofinë e Ataturkut, e cila ka qenë paqe në vend, paqe në botë. Ndërsa Erdogani është ekspansionist. Rrëzimi i Erdoganit do të vinte në rrezik shumë skema gjeopolitike të përgjithshme. Sepse janë të lidhura, janë të lidhura. Ose të faleminderit shumë për këtë analizë që keni bërë bashkë me ne këtu në Kosova Today. Ju lutem. Faleminderit, pra ishim këtu me Olsi Azizi.